Po e postoj këtë faqe se më vjen shumë inat që flasin në emër të fesë. Kjo është faqja. Thot, hajde çash. Faqja quhet e bëj qëllimisht, a? Po e bëj qëllimisht. Po e përmend emrin e faqes që të zojnë mend. E mos bëjnë më prallë të tilla. Mësime islame. Hajde çfarë thot. Kur gruaja e ngrit, këto s'din as shqip me shkruajt më burrit e vet. Këta as shqip non parlare. Merë mend këto të mësojnë fe, të mosh fe për këtyne. Kur gruaja me të madhe G. Kur gruaja G-ja me të madhe ngrit zërin e vërtet para fytyrës së burrit B-ja me të madhe, edhe nëse flet 100 herë të vërtetën, pse ka vuar të vizën nuk e di, ajo është fajtore. Do të thonë gruaja, qepe zënepe. Po çan këta njerëz, çan këta njerëz që dhunojnë në emër të fesë, që bulizojnë në emër të fesë, që përdhunojnë psikologjikisht njerëzit në emër të fesë. Nga kanë gjetë këtë femër, valla. Po është normale të ta ngrezonë në një moment, mërzitet për burrin, ka ato se më çave vesh. Çfarë problemi ka, burr? Le të thotë, burr. Gjona që ndodhin në valla. Pse vetëm burri ka drejt mund nxef me ik trunin, edhe asaj hik petlla. Si që ik ti ka herë petlla, hik edhe asaj petlla. Ç'është ky bulizim valla? Me ngrit, jo me vërtet, si thash unë, me ngrit gruaja zërin para burrit, është fajtore dhe nëse thotë 100 herë të vërtetën. Mashtrusa. Zoti u zoft, Allah u zoft.